Emri im është Hasan. Jam nga një fshat I vogël ku vlerat e familjes ishin gjithçka. Ishim 3 vëllezër që hanim në një sofër. Në vitet e rinis son plot ëndra, 2 vëllezërit e mi të mëdhenj u regjistruan për të ikur si punëtor në Gjermani. Brenda meje shpërtheu stuhia. U luta, vëllezër, ju lutem më merrni edhe mua me vete. Të mbështetemi te njëri tjetri në kurbet, që edhe unë ta rregulloj jetën time. Më pan në sy, dhe e vetmja gjë që më than ishte: nuk bëhet, Hasan, ti do të rish në fshat. Vatra e babait nuk duhet të fiket. Arat nuk duhet të mbeten djerë. Nëna dhe babai po plaken. Kush do t'ua jap një pjatë supë? Ti kujdesu për shtëpinë dhe tokën tonë. Këto tokë do ta punosh ti, se në fundit e jotja do jetë. Ne nuk kemi më sy te shtëpia e fshatit apo te arat. Le të mbeten të gjitha ty. Dhe ikën. U besova. Me zemër të pastër ula kokën. Thash, ky qenë ka fati im, tu shërbej prindërve. Dhe qëndrova. Unë dhe bashkëshortja ime besnike, Aishja, punuam me vite në atë fshat, duke u përleshur me tokën për të siguruar kafshatën e gojës. Nga puna e rënd, duar tona u ben me kallo. Lëkura na u dogjë në diellin e përvëluar. Nëna ra në shtrat, dhe Aishja, pa thon asnjëherë u lodha, I shërbeu deri në fund. Babai u smur, dhe në mes të natës e mbajta në shpinë me kilometra të tëra për ta dërguar te doktori. Po vëllezërit e mi, ata I rritën bizneset në Gjermani, u bën pasanik të mëdhenj. Vinin në fshat vetëm për pushimet e verës me makina luksoze të vitit të fundit. U jepnin fëmijëve nga një paket çokolata gjermane dhe shëtisnin në sheshin e fshatit si aga e pashallar. Ndërsa fëmijët e mi, me pantallona të arnuar, I shikonin me zili djemtë e tyre modern. Vitet rodhen si ujë, fëmijët u rritën. Fëmijët e përkëdhelur të vëllezërve të mi filluan të mos e pëlqenin as rrugën e fshatit. Këtu vjen erë ple, nuk ka internet, është vend I mërzitshëm, thoshin. Vinin në verë, I linin prindrit e tyre te unë dhe iknin për pushime në hotelet me 5 hyje në Antalya. Ndërsa e vlatët e mi, me shat në dorë, në atë vapë të tmerrshme, derdhnin djerës krah meje në arë për të nxjerrë riskun nga toka. Erdhi dita që vdekja trokiti në derë dhe babai, lisi yni vjetër, ndroi jetë. Ndërsa zemra më rrithte gjak, kërkoja ngushëllim. Thash, do vinë vëllezërit, do ta ndajmë dhimbjen, do mbështetemi te njëri tjetri. Por ku? Pa u tharë mirë dheu I varrit babait, pa u bërë as të 40, më nxorën përpara. Dhe dini çfarë më thanë? Hasan, ne tani duam hakun ton. Këto shtëpi dhe këto ara do t'i ndajmë. U rënqedha. Në gjendje shoku u thash, vëllezër, si bëhet kjo? Unë dogja rimin time këtu, që ju t'ishit të qetë në kurbet. Unë u shërbeva prindërve me vite. A nuk më lat vetë këtu që të kujdesesha për vatrën tonë? Nuk do t'i harroj kur ato fytyra dhe ato zëra për jakulli. Mirë dhe Hasan, çfarë të keqe ka? Ke jetuar falas në këto shtëpi me vite. Provimin e arës e ke ngrënë vetë. Tani dil nga shtëpia dhe na jep pjesën tonë. Zemra më u bë thërrime. Nuk munda të flisja. U mbytsha në fyt. Në atë moment, gruaja ime Aishja erdhi pranë meje me lot në sy dhe më preku krahun. Jepua Hasan, lëri ta marrin. Nuk na duhet mali I haramit. Zoti na mjafton ne. Mora xhaketën, dorëzova në duart e vëllezërit çelsin e vatrës ku dhash jetën dhe dola nga ajo derë. Por miq, drejtësia hyjnore është një peshore që nuk gabon kurrë. Llogaria e Zotit shfaqet në një mënyrë që të lë pa mend. Ata fëmijët e përkëdhelur të vëllezërve që nuk e pëlqenin fshatin, dini çfarë bën? E shkrin të gjithë pasurinë e prindërve të tyre. Dyqanet në Gjermani I lanë në tavolinat e bixhozit dhe në jetë nate. Vëllezërit e mi humbën çdo gjë që kishin dhe në pleqëri u zhytën në borxhe gjigante. Po unë që më dëbuan nga shtëpia e babait, unë që më shihnin si të humbur dhe lypës. Ata fëmijët e mi me duar me kallo, që u rritën me edukat në diellin e arës,
bën bashk të gjitha kursimet e tyre të fituara me djerse halal. Më blen një tokë në vendin më të bukur të fshatit dhe më ndërtuan një shtëpi të re, të ngrohtë, si kështjell. Kur më dhan Chelsea në dorë më than: "Bab, ti i nderove prindërit e tua ashtu siç duhet, nuk i dhash kurrë në nevojë. Edhe ne na rrite me kafshat halali. Kjo shtëpi është borxhi ynë ndaj teje. Ti je korona e kokës sonë." Tani ju pyes juve miq, çfarë vlere kanë miliona euro në bank apo dyqanet e mëdha në kurbet, nëse kur të plakeni nuk do të keni një fëmijë të mbare me shpirt që t'ju trokas në dere t'ju bëhet mbështetje. Zoti i dhënë çdo kujt pasuritë e halalit dhe fëmijë që ka pirë qumësht halali. Nëse ju pëlqeu kjo histori me mësim, mund ta shpërndani dhe të na ndiqni për më shumë tregime të jetës.